nëse do duhet 3 gjëra t'i themi për kohën e dikushme dhe sot, të bëjmë një lloj dallimi, cila do ishte? E para në kohën e diktaturës ishte censura, që nuk më pëlqente fare. Nuk ishim hapur me botën, nuk e njehnim teatrin e mirë, domethënë një teatr, është bërë teatri i mirë, por prapë nuk ishim hapur për të parë dhe nuk bëje dot çfarë doje. E censura Ku është kjo ndjeje më përsëri. shumë kufizimin për shembull? Unë kisha biografinë e keqe dhe unë ndjeja kufizimin në çdo hap, mua më merrnin në rol, dilja në provë gjenerale dhe ma ishnin rolin në premier nuk isha më. Më zvendçoni me dublat. Ose bënim shfaqje estrade, ma ishnin pjesën time. Kam vojtur shumë për të dalë mbi ujë. Do me thënë ti me diktatura- sakrificë ke mbritur këtë profesionin. Me shumë sakrificë. Ka qenë një ëndër që ka mundur të shkas nga duart. Po, nuk kam politike. arritur do të bëj. Vonë shumë fillova të bëj. Vonë, në 95-ën po them ka qenë një në rolet e para, kjo që unë e pëlqeja shumë, se unë bëja më shumë tjestrat. Isha me materialet humoristike, me pjesët e varieteve. Kurse tani mund të bëjmë çfarë duam. Tani atëherë dikur më thoshin çfarë doja të luaja një grua që ishte e çmendur ose një grua që mund bënte çmendurira, një rol i tillë. Tani i kam bërë, të gjitha i kam bërë.